Gjykata themelore në Prishtinë dënoi Zoran Kostiqin me 15 vjet burg dhe Dragan Milovićin me 7 vjet burgim për krime lufte kundër popullatës civile në zonën e Vučitrnës në vitin 1999 gjatë konflikteve të armatosura në Kosovë. Kostić dhe Milović u arrestuan me 20 shtator të vitit 2023 së bashku me Ilija Elezovicin, i cili vdiq ndërkohë. Dragan Ristić u lirua nga akuzat për krime lufte kundër popullatës civile në Gjakov në maj të vitit 1999. Ristić, 77 vjeçar, nuk mori pjesë në shpalljen e dënimit. Ai u arrestua me 25 shkurt në pikën kufitare Jarinje dhe kur po shkonte me të birin në Gjakov për të zgjatur vlefshmërinë e dokumenteve të tij dhe që atëherë ai ndodhet me paraburgim, i cili është hequr që nga sot. Siç arsyetoi gjykatësi Rahman Beqiri, provat e ofruar nga dhe konfirmua se akuzuari ishte pjesëtar i forcave policore, kështu që ai u lirua nga akuzat. Gjyqi 3 serbëve Dušan Maksimović, Vladimir Tollić dhe Blagoje Spacović, të cilët u arrestuan pas ngjarjeve në Banjë në vitin 2023, vazhdoi në Prishtinë. Maksimović, duke paraqitur mbrojtjen e tij, theksoi se prokuroria po i paraqet njerëzit me emër të rrem për ta lidhur atë me ngjarjen në Banjë. Duke komentuar fotografitë e përfshira në prova, ai tha se dukej se kushdo që kishte xhaketë kamuflazhi ose xhaketi ishte fajtor. Ai theksoi se qëndron deklaratës së dhënë në Prokurorisë Speciale të Kosovës, kurse Tollić dhe Spasović deklaruan se seancën e mëparshme se do të mbrohen duke heshtur. Analisti Blerim Canaj vlerësoi se kryeministri Albin Kurti, përpara se të marrë vendime të mëdha politike, përpiqet të krijojë një atmosferë krize në mënyrë që t'i paraqesë me lehtë kompromiset publikut. Kurti gjithmonë bëri kompromise, por ai e dinte t'i kamuflonte ato, sepse nëse do të ishin kompromiset e Kurtit, nuk do të kishin detyrimet e Brukselit, aneksin e Ohrit dhe për këtë arsye as autonominë e serbëve, e cila herët avon do të duhet të zbatohet ose ndoshta tashmë po e zbaton. Pyetja vetme është se si do ta paketoj atë përsa të na paraqes, tha Canaj. Deputeti i Kosovës dhe ish-ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha deklaroi se Kosova po përballet me një krizë të thellë politike, e cila duket se nuk ka fund, dhe vlerësoi se heqja e masave të Bashkisë Evropiane është e padobishme. Në këtë moment Kosova është aq e paralizuar sa që është e përqar pa ndjenjë të përbashkët qëllimi dhe pa ide që i bashkon, tha Hoxhaj. Korrespondenti i kohës nga Brukseli Agustin Palokaj paralajmëroi se Kosova duhet të reagojë shpejt në mënyrë që të përdor fondet e liruara pas heqjes së masave të Bashkimit Evropian, sepse përndryshe ekziston rreziku që një pjesë e parave të humbasej për shkak të afateve të rrepta për përdorimin e tyre. Nën presionin e deklaratave publike nga partitë politike nëse vendi duhet të shkojë në zgjedhje apo jo, gjykata kushtetuese e Kosovës ka filluar shqyrtimin e dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërbërjen e kuvendit. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Arbnora Salihu, kritikoi qasjen e kryeministit Albin Kurti dhe zyrtarëve të vetëvendosjes, duke akuzuar ata se po përpiqen të ndikojnë në vendimin e gjykatës. Ehad Miftara nga Instituti i Drejtësisë i Kosovës vlerësoi se zgjedhjet e reja janë të afërta dhe mund të mbahen në qershor ose korrikse, dhe gjithçka varet nga kur do të fillojë periudha e parapar prej 60 ditësh. Gjykata themelore në Gjakov caktoi të dyshuarit NZ një muaj paraburgim për shkak të dyshimit të bazuar mirë se ka kryer vepër penale të vrasjes së rënd dhe posedimit të paautorizuar të armës. Siç deklaroi prokuroria, vrasja ndodhi me 16 mars të vitit 2026 rreth orës 5:20 të mëngjesit në lokalin në rrugët Vëllezërit Frashëri në Gjakov. I dyshuara pas diskutimit të shkurt qelloi disa herë nga pistoletat e tij në drejtim të RB, i cili vdiq nga plagët e marra pranë vendit të ngjarjes. I dyshuara iku nga vendi i ngjarjes, por më vonë u dorëzua policisë. Një njeri tjetër u plagos nga të shtënat.
Moti nesër në Serbi me vranësira në jug dhe jug perëndim në disa vende mund të ketë shi të lehtë dhe në malet më të larta bore lehtë do të fryjë erë lehtë lindore dhe veri lindore. Temperatura mëngjesi do të jetë nga 0 deri në 5 kurse ajo maksimale ditore nga 10 deri në 14 gradë Celsius.